Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Po ju thinjen flokët, kjo recet me rozmarin i thot lamtu mirë thinjeve. Pa dyshim një nga erëzat më të preferuara dhe aromatike të të gjithë kuzhinës. Rozmarina plot aromë, shije dhe shëndet, nuk i ndal vetit e saj vetëm tek gatimi. Atë mund ta përdorni shumë mirë edhe si një aleate të bukurisë tuaj, si edhe në kujdesin ndaj vetes. Veçanërisht për flokët e fortë dhe njëkohësisht për skalp të shëndetshëm, rozmarina do t'ju hyjë shumë në punë. Në qoftë se ju doni të shpëtoni nga thinjat në çdo moshë, mbani në mendje rozmarinën. Kjo bimë gjithashtu e ka fuqinë të largojë nga fijet dhe rrënjët e flokëve hidrogjenin e peroksidit që formon thinjat. Kjo do të thotë flok më të zinj, natyral dhe të shëndetshëm. Trajtimi në fjalë rekomandohet më shumë për personat me flok të errët për shkak të vetive ngjyruese që ka rozmarina mbi flok. Nëse e përdorni për një periudhë 2 deri në 3 mujore rregullisht, do të shikoni flok më të errët dhe as pak thinja. Gjithashtu, këtu do të mësoni se si të veproni për të larguar thinjat falë rozmarinës. Si ta përgatisni recetën: mbushni një ibrik me ujë dhe në të shtoni 4 deri në 5 dek rozmarinë të freskët ose të thatë. Vendoseni që të ziejë për plot 15 deri në 20 minuta. Njëjtë siç bëni me çajin, edhe kur uji të ketë marrë ngjyrë kafe të thellë, kullojeni me kujdes në një tas të madh. Më pas, lëreni në një ambient të hapur për disa minuta në mënyrë që të ftohet dhe të mos ju djeg lëkurën kur ta përdorni. Më pas, vazhdoni kështu me larjen e flokëve si zakonisht duke përdorur shampo dhe balsam sipas dëshirës tuaj. Në fund, merrni tasin ku keni hedhur ujin e rozmarinës dhe hidheni nga pak në flokët tuaj. Shpëlajini flokët nga rrënja deri tek majat me këtë ujë dhe më pas thajini ato me një peshqir dhe tharse si gjithmonë. Gjithashtu, siç e shpjeguam, ky trajtim do të forcojë jo vetëm fijet e flokut, por do të largojë zbokthin dhe thinjat tuaja. Për rezultate më të dukshme, ne ju këshillojmë që ta përdorni të paktën 2 muaj pas çdo larje këtë recetë dhe do të shikoni rezultate vërtet befasuese. Atëherë, sipas ekspertëve, ne këtu do t'ju tregojmë që sa herë që lyeni flokët, gjëja e parë që ju shkon ndërmend përveç se të arrini sigurisht rezultatin e dëshiruar, është që boja të zgjas sa më shumë në mënyrë që të mos të duken thinjat, por ato janë aty dhe doni apo nuk doni të bashkëtoni me to. Larja e shpeshtë e flokëve, fytyrës dhe mos përdorimi i locioneve që mbrojnë flokët nga nxehtësia bëjnë që rrënjët e flokëve tuaj të zbardhen më shpejt nga çfarë ju mendoni. Sigurisht që nuk mund t'i lyeni çdo javë, prandaj ne ju japim këto këshilla. Maska me sherebel, përbërësit që juve do t'ju duhen janë 150 gram sherebel, 2 bustina çaji i zi dhe 500 ml ujë të zakonshëm. Fillimisht vendoseni ujin që të ziejë, pasi të ketë marrë valën e parë, shtoni aty bustinat e çajit të zi dhe sherebelën. Lëreni që të zi bashkë në zjarr të ulët për plot 15 minuta duke i përzier ato her pas here. Më pas, filtrojeni lëngun dhe përdoreni për të larë flokët me të. Nëse e përsërisni këtë maskë të paktën 3 herë në javë, do të vini re që thinjat tuaja do të zhduken sa hapen mbyll syt dhe nuk do të zbardhen aq shpejt sa boja natyrale. Gjithashtu, duhet të keni parasysh se thinjat do të largohen dhe ju do të shpëtoni nga ky problem, si edhe do të kurseni mjaft para. Gjithashtu,
Ju mund të përdorni maskën me rozmarin, e cila është vërtet fantastike për shëndetin tuaj dhe ajo është pjesë përbërëse e shumë bojrave, pasi stimulon edhe rritjen e flokëve tuaj. Nga ana tjetër, rregullon vlerat e pH-it natyral të skalpit të kokës dhe gjithashtu ajo bën të mundur edhe parandalimin dhe shfaqjen e thinjave. Kësaj here ne ju propozojmë që ta përdorni për të frenuar shfaqjen e thinjave dhe për të hidratuar flokët. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 200 gram rozmarin e grimcuar, 5 pika vaj ulliri dhe 1 litër me ujë. Zgjini ujin bashkë me rozmarinën për plot 15 minuta dhe shtoni disa pika vaj ulliri në të. Pasi përzierja të ketë valuar, do të vini re që gradualisht ajo do të lidhet duke formuar kështu një masë më të trash dhe pasi të ftohet kullojeni dhe me ndihmën e një shishe spray hidheni atë mbi flokët tuaj dhe masazhojeni. Përdoreni këtë maskë 2 herë në ditë. Kujdes, hidheni mbi flok dhe nuk ka nevojë për shpëlarje. Maska me gjethe arrash. Ndoshta nuk e dini, por gjethet e arrës përdoren në industrinë kozmetike për prodhimin e bojrave. Ato përmbajnë juglone, një ngjyrues natyral që njëkohësisht forcon rrënjën e flokëve dhe sigurisht arrin që të fshehë edhe thinjat. Dhe duke qenë se tashmë ne mund t'i përdorim ato, ju këshillojmë që ta shfrytëzoni këtë maskë. Përbërësit janë 1 litër ujë dhe 20 gjethe arë. Vendosni ujin që të ziejë dhe pasi ju të vini re pulsat e para të vlimit, ne ju këshillojmë që ta lini të qëndrojë për 2 orë derisa uji të shterojë dhe gjethet të tkurren. Më pas filtrojeni dhe me anë të një furçe lyeni rrënjët. Pasi të jenë tharë, shpëlani flokun me ujë të vakët. Sigurisht, sipas ekspertëve, flokët e thinjur siç dihet nuk kanë gjithmonë lidhje me moshën apo me vitet. Thinjat e para shumë njerëzve u dalin qysh në të 20-tat e hershme dhe zgjidhja e menjëhershme për këtë problem është gjithmonë lyerja. Nëse kjo e fundit ndodh në disa raste, ka ende mënyra se si t'i zhdukësh thinjat ose të paktën t'i bësh ato të mos duken. Edhe pse një problem gjenetik, thinjat në flok mund të eliminohen me disa maska tërësisht natyrale, të cilat kanë dhënë një rezultat mjaft pozitiv. Sipas ekspertëve, fillimisht thinjat vërehen në zona të caktuara në fund të viteve të 50, por mesatarisht 80% e flokëve janë të zbardhur. Maskat do t'ju ndihmojnë që ju të parandaloni thinjen e flokëve dhe të riktheni ngjyrën e tyre më të errët për të parandaluar shfaqjen e mëtejshme të thinjave. Gjithashtu, ne mund t'ju rekomandojmë maskën me vaj ulliri dhe me mjalt. Përzieni në sasi të barabartë vajin e ullirit dhe mjaltin. Pasi ju t'i keni përzier mirë, lyeni flokët deri në maj me të gjithë masën. Mbulojeni kokën më pas me një qese plastike, hidheni një peshqir të ngrohtë dhe mbajini për 30 minuta. Mbulojeni kokën më pas me një qese plastike si zakonisht. Përdoreni këtë maskë të paktën një herë në javë. Lëng limoni dhe vaj kokosi. Përzieni po në sasi të barabarta vajin e kokosit dhe sigurisht lëngun e limonit. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është që t'i lani flokët si zakonisht dhe ta vendosni këtë përzierje në shpëlarjen e fundit. Kjo përzierje është mjaft efektive për parandalimin e thinjave dhe rrënjes së flokëve. Përdore një herë në javë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit ne ju këshillojmë të konsultoheni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.